Përshëndetje, mirë se vini në Chit-chat me Kristinën. Sot jemi po prap në studion e mrekullueshëm të Albanian Podcast dhe kemi një të ftuar shumë të veçantë, që unë personalisht e kam shumë për zemër si individ dhe personazh, Beoldën nga HNZ. Përshëndetje dashur, shumë faleminderit për ftesën tuaj. Kënaqësia është e imja. Unë tani kështu të them që ajo përshtypja ime e parë për ty ka qenë edhe prezente në gjithë vazhdimsinë tonë, se tashmë ne kemi dhe një marrëdhënie le të themi që jemi bërë dhe mikesha. Ke qenë që herën e parë që të kam takuar tamam si emri i dyqanit tënd. HNZ e ëmbël, e mirë, pozitive dhe realisht kjo mbres domethënë më është mbartur. E kam gjithmonë kur të takoj. Kënaqësi. Shumë faleminderit. Kënaqësia është e imja që kam ardhur këtu dhe pse jo për të folur më gjatë rreth kësaj teme kaq të bukur. Patjetër, se është realisht mendoj unë duke qenë se le ta themi që në fillim të puntatës se një prej skuadrës tonë tha që kjo është edhe një deklaratë, si të thash kjo puntat për mua, unë jam në pritje të ëmbël, kështu nuk është rastësi edhe tema që e kam aq për zemër, është besojmë kjo temë aq e bukur, po dhe aq e rëndësishme për një target group që është aq vulnerabël, mamat në një fazë, si të thuash, të jetës shumë të rëndësishme për to, që duan të dinë realisht çfarë është e mirë për to dhe për bebushin e tyre që do të vi. Megjithatë, unë dua ta nis një herë me ty personalisht. Një figurë që për mua absolutisht është frymëzuese, sepse ti e ke hapur dyqanin tënd, sa vjeç ishe? 20 vjeç? Unë kam qenë vetëm 20 vjeç, kur unë kam hapur dyqanin HNZ për herë të parë. Është një nga dyqanet më të bukura, i cili është rritur me dashuri dhe për kushtim ndaj klientëve tona, dhe jo vetëm klientëve, po mamave që vinë aty dhe gjejnë vetveten nga shërbimi, komunikimi, tek produktet, cilësia dhe çmimet gjithashtu. Dyqani joni ka të gjitha, duke filluar nga të gjitha produktet që duhen për një mami shtatzane, gjatë shtatzanisë, pas lindje, për bebushat nga grup mosha 0 deri në 5 vjeç. Çdo produkt i nevojshëm si për maternitet dhe gjithashtu edhe duke u rritur fëmia çfarë i duhet, pjesa e kozmetikës, të gjitha produktet bazike që janë të nevojshme, por dhe me cilësinë më të mirë për bebushat tuaj. Super. Pa më thuaj një herë, jam kurioze, meqense e cekëm edhe emrin e ëmbël. Si lindi ideja e HNZ-s si dyqan, pra si biznes, se e vërteta është që në një moshë të atill që të hapësh një biznes, do guxim. Dhe unë dua të di pak si lindi ideja, si erdhi ideja dhe për emrin konkretisht aq të ëmbël të HNZ-s, edhe më pas të më thuash pak edhe si ishte ajo periudha, si e more guximin, sfidat që pate, kush të suportoi, shumë pyetje bashkë. Në fakt, eksperjenca ime ka qenë rreth 4 vite gjysmë, gati 5, që unë punoja në dyqan e bebesh. Ka qenë një punë që unë e bëja me pasion, me qejf dhe jo vetëm për lek, sepse ashtu ka qenë edhe mundësia kur ne kemi qenë më të vegjël normalisht. Duke u rritur, unë e pash e ndjeja veten shumë te kjo lloj fushe. Pasi fillova punë në 2-3 dyqane të tjera dhe filloja të merresha vetëm me pjesën e marketingut, videot, normalisht edhe pagesa ishte shumë e mirë. Mendova që të bëja një hap para. Bashorti im ishte ai që më ka shtyrë në fakt që unë të ndërmerrja një hapin më të bukur të jetës, me thënë të drejtën, sepse isha goxha e vogël dhe në këtë moshë normalisht pjesa ose fjala biznes është shumë e madhe në koncept, por do vullnet dhe guxim për t'u arritur. Pasi hapa dyqanin, kam qenë shumë e motivuar, pjesa e punës, rria nga mëngjesi në darkët aty, nuk mendoja as për orar pushimi fare, vetëm se kisha shumë qejf që të merresha me video, foto, sepse normalisht si hera parë do duhet ai përkushtimi më i madh. Ditët kalonin dhe duke filluar porositë e para, unë çohesha direkt, domethënë kurdo që të ishte ora vetëm ti mbyllja ato. Duke kaluar kohët nga një dyqan i vogël që ne kemi pasur, avash arritëm të azgjeronim dhe kemi marrë një dyqan goxha të madh, ku normalisht përveç pjesës së gamës që ne e shumuam dhe morëm shumë produkte, tashmë gjen çdo kënd dhe çdo gjë për bebushat dhe për mamat. Nga një dyqan ne tani jemi duke hapur dhe dyqanin HNZ Baby Store 2 dhe kjo fal mirërime vullnetit dhe guximit që un kam pasur për të marrë me klientët e mia, për të afruar sa më shumë kliente, dhe kjo fal edhe cilësisë së produkteve që ne ofrojmë për bebusha. Patjetër.
Më bëhet shumë shefi dhe unë jam duke menduar gjithmonë se pavarësisht se është ai individi vetë, si të thuash, që nxjerr në një farë mënyrë e thënë ato gjarprin nga vrima, megjithatë kam përshtypjen që gjithmonë në mos jo një skuadër e tërë suportuese, është gjithmonë një individ. Sidomos kam përshtypjen dhe tek ne femrat dikon kjo, që ai do thotë, "O e bën ti, o s'ka." Pra një suportues kryesor që edhe kurse absolutisht dhe njeriu me vetbesimin më të madh dhe guzimtari më i madh, prap ka ato pikpyetjet e veta, sidomos kur hapi që ndërmerresh i madh dhe në moshë të atill që më merr mendja, sfidat kanë qenë të ndryshme. Kush ka qenë ai person që ka qenë suport? Bashorti, ka qenë ai që më ka thënë që çfarë ke shef të bësh, jepi përpara, provoje, mos u tërhiq, edhe në rast se ti nuk arrin, prap mos u tërhiq. Është mosha më e bukur që ti mund të provosh shumë gjëra. Por në fakt ai ka qenë dhe guxim edhe forcë për mua, që do të thotë unë vazhdova të hecja para dhe tashmë jam ku jam. Normalisht fal punës, mundit që ne bëjmë, arrim që të krijojmë klientelën tonë, të kemi plot mama shtatzane dhe sa më shumë bebusha normalisht. E vërtet, edhe janë lumturime vetë, kështu që janë edhe inshallah shtatë. Jo themi të rinjë tashmë vetëm bebusha. E vërtet, janë produkti dashurisë, kështu që absolutisht. Po, më bëri përshtypje kur the për atë emocionin e porosisë së parë. Dhe isha kurioze të dija, me thënë të drejtën, a mban mend çfarë ishte porosia e parë ose si ishte situata, domethënë që erdhi ai mesazhi i parë? Po, në fakt, ditët e para që më pata hapur dyqani, normalisht ishte dyqani i parë dhe prisa direkte të kisha njerëz, por nuk u dorëzova. Ditën e parë nuk pata, ditën e dytë në fakt bëra videot, fotot, këto normalisht si çdo biznes tjetër, duke qenë dhe eksperiencën e kisha. Dhe normalisht mendova që të bëja një orë pushim, në të largohesha, të takoja familjarët e mi, se normalisht ata donin të dinin pak më shumë si ndihesha, tashmë që kisha hapur një biznes. Në fakt, sa po isha ullur duke pirë një kafe me familjarët dhe më merr dikush në telefon dhe më thot, kam ardhur këtu për të marrë një karrocë bebi. I kam thënë vetëm 5 minuta, ndërkohë që rruga mund të ishte 20 minuta, unë me vrap. Dhe ajo ishte blerja e parë që unë kam shnuar ditën e dytë të dyqanit. Jo vetëm kaq, pastaj ishte edhe porosia tjetër që kemi marrë po brenda ditës, ka qenë orën 10 të darkës, sapo kishim shkuar në shtëpi për të pushuar dhe më shkruan një kliente që donte të bënte porosi. I kam thënë burrit, "Ço tani se nuk kam më kohë, duhet të shkojmë te dyqani." U hap dyqani zyrtarisht. Kemi shkuar te dyqani, i kam nis foto, video dhe kam mbyll porosinë e dytë brenda ditës. Ditën tjetër kam qenë aq e motivuar sa që mezi prisja të vinte mëngjesi që të shkoja në punë. Dhe çdo ditë tjetër që normalisht tashmë është rutinë e jona e përditshme, por për të marrë me nëna shtetane është gjëja më e bukur në botë dhe jo vetëm kaq kur ato ndajnë eksperiencat me ne. Dyqani Hamza Baby Store nuk është vetëm një dyqan shitjesh, vetëm produktesh, por është edhe një shtëpi e vogël e nënave tona, ku shumë nëna kanë ndarë dhe eksperiencën e tyre me ne, problematika që kanë pasur gjatë shtatzanies, si u ka shkuar, dhe kjo është gjëja më e bukur në botë, që unë e perceptoj në biznesin tim. Kjo është një gjë shumë e vyer, sepse realisht biznesi, pavarësisht se, si të thuash, ka të pjesën absolutisht monetare, mendoj se në vetvete ka gjithmonë njeriu edhe atë nevojën që ti plotson tek klienti jot, në rastin konkret nënat. Dhe është një gjë që unë mund, si të thuash, ta sjell si dëshmi prej faktit që të njoh dhe personalisht, sepse më ka bërë shumë përshtypje që sa herë kam ardhur, kemi pirë atë kafen, kemi diskutuar, ti gjithmonë, ndërkohë që zakonisht njerëzit pinë kafen për të folur për tema jashtë pune, ti gjithmonë flet për punën me aq pasion dhe sill raste nënash duke më treguar dhe gjëra, si të thuash, personale në sensin pra që ka këtë bebushe, ka aq vjeç, e ka shumë të bukur, erdhi bleu këtë, kishte këtë nevojë, në një rast të ëmbël, domethënë për bebushen e saj dhe fakti që ti ndërton marrëdhënie me këta njerëz, pra duket shumë qartë që ti do që tu ofrosh më të mirën. Madje më ka bërë përshtypje edhe një rast që, si të thuash me sinqeritet shumë të plot, u shpreh edhe the që shiko, për mua
kjo do të bëj punë. Këtë edhe mund ta mendosh. Pra nuk është e thënë ta blesh. Ndërkohë që bizneset kanë atë prirje që vetëm të shesin është një gjë që unë nuk e kam parë nga Hënza dhe besoj që kjo ka sjellë dhe rezultatin që Hënza ka edhe po ecën aq mbar dhe bukur, sepse si për porosinë e parë që doja të thotë që mendoj që pra nuk është aspekti monetar, është ai aspekti shpirtëror dhe aspekti monetar më pas është pasojë dhe rrjedhoj, pra puna do të vinë në momentin që ti e bën me shpirt edhe unë kam shumë kliente në fakt që vinë edhe më kërkojnë dhe ndihmë, që do thonë ndihma për mua është gjë shumë e vlefshme, sepse unë tregoj dhe i jap idetë për gjërat kryesore që një nënë i duhet në maternitet, ose çfarë i nevojitet një bebi, sepse ndoshta shumë biznese kanë atë faktin që theti që duan të shesin, ndërsa tek ne gjën të kundërtën. Unë ka raste që ju them prit, mos e merr këtë, mendoje, ose prit, shiko, lind një herë në rast se ti do e kesh të nevojshme. Por janë disa produkte që unë ja sugjeroj dhe sidomos kur fillojnë nënat pas muajit të 7 që normalisht dhe gjendja fillon të rëndohet, bebi fillon të rritet, dhe janë ca gjëra të cilat duhet të jenë primare për to. Por ndonjëherë nënat e lënë veten dhe pas dore duke i marrë gjërat në fund fare për pjesën e produkteve që janë specifike për to, gjë që unë ndonjëherë mundohem dhe t'i këshilloj sa më shumë për t'i parandaluar për shembull pjesën e problematikave të vogla që mund të kenë gjatë shtatzanisë. Por që në dyqanin tonë mund të gjejnë çdo gjë, sidomos paketat e lindjes, çdo gjë me produkte të bazë të nevojshme dhe cilësinë të shumë produkteve që ne i kemi të certifikuara për bebe. Por jo vetëm kaq, dhe për nënat gjithashtu kemi produkte enkas dhe specifike të certifikuara për një nën shtatzan dhe pas lindje. Pra janë ca produkte që mund t'i përdorni dhe gjatë shtatzanisë, por dhe pas lindjes. E qartë. Të pyes pra me këtë rast, duke qenë se është edhe, si thosh, pikpyetje që e kam edhe unë, duke qenë shtatzan, pra jam duke parë për produkte, informacioni në Instagram, në TikTok, në internet përgjithsisht, është një komunitet i tërë dhe informacioni është shumë i gjerë. Shohim produkte që, me thënë të drejtën, nuk ka qenë pjesë e rritjes tonë kur kemi qenë bebusha, dhe themi në një herë, more mua, a më duhet ky produkt se unë, ja ku jam si yll dhe jam rrit pa të, për shkakun, kupton? Pyesim dhe mama tonë, po ju si ja bët, le të themi, si ja bëret jo ma pa pompën e gjirit, apo, bravo. Pra dhe në këtë pikë do doja shumë të pyesja, si për veten time, po absolutisht për mamat që do ta shohin këtë puntat. Po, cilat do të thoshe që janë ato produktet që realisht janë të domosdoshme dhe cilat janë ato produkte që nëse ke dhe buxhetin, pse jo, ti kesh të ndihmojnë, por nuk janë të domosdoshme, pra në atë listën tënde le të themi të filtruar shumë mirë. Po. Për sa i përket paketës së lindjes së nënës, normalisht ka të bëj pjesa e lindjes natyrale ose cezariane, që është me operim, e thënë ndryshe. Janë disa produkte që normalisht janë të ndara, për lindje natyrale ose për lindjen me operim, por paketat e nevojshme zakonisht përmbajnë këto pelenat e mëdha të ditës së parë, që sidomos për nënat që janë me lindjen natyrale, janë edhe shumë herë më të nevojshme. Janë mbathje të reja që ne zakonisht i sugjerojmë shumë, duke qenë se si lindje natyrale dhe lindje me operim ti mund të kesh plagë ose qepje dhe ato nuk të bezdisin, të cilat mund t'i përdorin nënat me materniteti pas. Normalisht të produkte që unë i theksoj janë produkte të certifikuara që nuk përmbajnë baktere, kimikate, janë pa aromë, pa erë fare, do me thënë të certifikuara për një nën shtatzane, se normalisht dhe hormonet bëjnë të vetën. Janë pastaj duke përmbajtur letrat e lagura që janë specifike për një nën, që janë pa aromë, pa erë fare, deodoranti që është pa alkohol, pa erë, dhe pastaj kemi dhe këto pjesën e kremrave të nënës. Zakonisht kohët e fundit nga eksperienca që unë kam pasur në dyqan, shumë nëna vinë dhe me pjesën e gjoksit plagë ose që do duhet që të përdorin një krem gjiri. Por çfarë nuk më pëlqen mua tek nënat është sepse këtë kremin nuk e mendojnë që ta marrin pas muajit të 7, për shembull, por e marrin në fund pasi kanë kaluar të gjitha dhimbjet ose pjesën e çarjes së kokës së gjirit, dhe pastaj mendojnë të marrin kremin, por është diçka që nuk ju hyn më në punë, sepse nuk bën më efekt. Efekti është kur ti e hidraton ose e rigjeneron pas muajit të 7 normalisht.
Pastaj për nënat kemi recipetat që janë për gjithënje që janë shumë të nevojshme, sidomos për paslindjes, por dhe për nëna që kanë vështirësi tek pjesa e mbajtjes së recipetave me tel, për shembull, është gjë shumë e mirë sepse ndihen komode. Janë jastikët e gjithënjes që normalisht ka shumë nëna që ndihen jo komode pas muajit të 3 të 4, se normalisht rritet barku, nuk flen të rahat dhe jastikun e përshtat sipas nevojës, si ti dëshiron që të ndihesh më komode. Po. Pompat e gjirit janë shumë të nevojshme, por unë e theksoj shumë herë tek nëna që është e nevojshme, për shembull pas lindjes që ta shikojnë dhe në rast se e shikojnë që është shumë e nevojshme, mund ta marrin. Sepse ka nëna që ndoshta dhe se kanë të nevojshme fare, po ka nëna që ndoshta e kanë dhe të nevojshme direkte dhe këto janë gjë aksesori bazë që ne kemi në dyqan. Domethënë që nuk e kemi asnjëherë në mungesë. Pastaj normalisht janë këto mbathjet normale, versionet korse që nënat i përdoren pastaj pas lindje, por për mendimin tim 2-3 javë është ajo ideja që duhet të rigjenerohesh, të vish në formë dhe nuk është se do t'i sugjeroja direkte për pas lindje. Domethënë nuk është se janë dhe aq komode, për direkte pas lindje, duke kaluar 2-3 javë, është pastaj diçka që do t'y hyj vërtet në punë. Pak a shumë të janë gjatë bazë që i duhet një mami, edhe fustanet normalisht janë për gjithënje, se ajo është aksesori bazë pa to, si në shtet, si në privat, nuk është se shkon dot, sepse nuk është se i ofrojnë. Domethënë do t'i blejnë veçmat. Për maternitetin pra bëhet fjalë, për tek baza, tek paketa e nënës. Domethënë këto janë gjatë bazë që nevojiten një nënë. Pastaj normalisht pjesën e shapkave, peshqira që do duhen janë aksesorët e nevojshëm. Unë në fakt i shikoj shumë dhe internetin, videot, sepse dhe puna bën të vetën. Patjetër. Por në shumë raste nuk është se jam dakord, sepse janë ca gjëra që normalisht nënave sy hyn fare në punë, dikush reklamon dhe nëna ta marrim sepse e ka marr kjo nën për shembull. Por janë ca gjëra që unë mendoj që janë të tepërta. Në valixhe duhet të kemi ato gjërat kryesore që të mos të ngarkohemi dhe të jemi dhe më të qeta. Por dhe një këshill do kisha shumë për nënat, që ndoshta karrosën krevatin e ble dhe kur të lindësh, nuk është problem, por paketën e maternitetit pas muajit të 8 duhet ta kesh gati, sepse sido që të shkoj me valizhen krah direkt te materniteti. E vërtet se mund të ketë edhe surpriza, se ti e llogarit që ke kohë, por po si diet rrugës, që kur e kam planin bebushat. Po, bravo. Dhe kjo duhet jetë, domethënë është shumë e nevojshme dhe unë ja këshilloj të gjitha nënave që pas muajit të 8 ta bëjnë gati dhe e kanë gjysmën e punës të kryer, sepse krevatin dhe karrocën mjafton zgjidh modelin, ta sillim te shtëpia. Jo se valizhin nuk ta sillim, por që është diçka që ti do e lash, do e sistemosh sipas dëshirës, do e ndash në për ato qeset e vogla, veshja e parë, bebit veshja e dytë, siç i ndajnë nëna tashmë për ta lehtësuar atë pjesën e punës dhe të mamive dhe të tyre normalisht. Po, patjetër. Po nënat, si të thuash, kë kanë atë merakun më të madh kur vinë, le të themi, tek ti. Pra kush është ai, ndoshta produkti, ndoshta nevojë, ndoshta thjesht merak pavarësisht produktit, që thon aman se këtë ma zgjidh, le të themi, ose më thuaj si mendon ti. Unë për shembull në fakt për të qenë realiste ka shumë nëna që vinë dhe janë shumë në dilemë. Domethënë ndoshta shohin shumë dhe nuk dinë se çfarë të marrin. Dhe shumicën e rasteve unë kam shumë kliente që vinë dhe më thonë të lutem të më ndihmosh me paketën e maternitetit, çfarë më nevojitet, dhe unë aty ju tregoj, domethënë çfarë lindje ke dhe ju tregoj produktet bazë. Normalisht janë ca gjëra që ndoshta nëpër disa dyqane të tjera baby shop nuk hapen, për shembull pelinat e nënave shiten me pako. Tek dyqani unë mund t'i gjeni dhe me copë, që do të thotë, ndoshta janë ca paketime që nënës nuk i nevojiten 15 copë, kur 3 copë janë mjaftueshëm. Dhe për to normalisht buxheti ose kostoja shumë e lartë, sepse kur bëhet fjalë për të bërë një beb, përveç pjesës së maternitetit, analizave, ekove, gjitha, karroca, krevati, veshjet, dhe është një kosto goxha e lartë dhe për to, dhe shumicën e rasteve, me thënë të drejtën, ndjem dhe unë në siklet dhe them do sugjeroj vetëm produktet bazë që ti kesh. Dhe pastaj nëse ti do të marrësh diçka ekstra e merr, për shembull tamponat e gjirit, ka nëna që i zgjedhin ti marrin, ta zëm ka nëna që nuk i shohin një moment të dytë. Kjo për shembull është një aksesor që ti e shikon dhe në një moment të dytë. Unë nuk mund t'i them që shiko merri se të duhet, se ndoshta asaj si nevojitet fare. Por pjesën e bazës, domethënë, unë qëndroj për herë tek gjërat kryesore, si një kliente, si tjetër për mua të gjitha janë një lloj dhe unë sugjeroj gjërat kryesore. Pastaj normalisht aksesorët e tjerë që janë
do më thënë që ti përdor një moment të dytë, ka nëna që i marrin ti ken, ka dhe nëna që mendojnë një moment të dytë, pastaj është zgjedhja e tyre. Qartë. Kam vëre në fakt që ju ofroni dhe disa paketa shumë të këndshme, duke qenë se edhe vetë kam parë që, domethënë, ka shumë produkte, aq shumë brande, aq shumë perceptime për cilësinë, buxheti varet se cili se sa e ka dhe si e ka. Dhe më duket, kam atë përshtypjen që këto paketa janë të mrekullueshme, për shkakun që ju ofroni që keni dhe krevatin, keni dhe karrocën, keni dhe govatën për larjen, keni dhe se sikur një nën ka nevojë për sa më pak stres. Besoj që kjo është nevoja e saj kryesore dhe në momenti që ti i heq disa gjëra dhe në një çmim shumë të mirë, le të themi, por kam përshtypjen që edhe çmimi ndonjëherë, pavarësisht se është i rëndësishëm, ndoshta edhe nuk është aq i rëndësishëm sa fakti që ti ja jep zgjidhjen aq të kompletuar, po. Në fakt, ne në dyqanin tonë bëjmë shumë paketa, por kohët e fundit kam pasur shumë kliente që normalisht i zgjidhin produktet sipas preferencës së tyre dhe normalisht ne ju bëjmë një ulje të vogël aty ku është hapësira. Por setet tona kanë çmime të ndryshme, domethënë buxheti nuk është se ke nevojë për një buxhet shumë të lartë për të blerë një produkt cilësor. Ndonjëherë unë shikoj nëna që ndoshta shikojnë vetëm brende, vetëm gjëra të shtrenjta dhe mendojnë që është kualiteti më i mirë, por nuk shikojnë që mund të kenë dhe produkte me një çmim mesatar, por kanë cilësinë fantastike. Unë për shembull nga eksperjenca që tashmë bëj 6 vite në këtë fushë, nuk i them pak, 6 vite, kam arritur dhe të shikoj dhe disa për shembull produkte në aspektin ndryshe nga nënat. Për shembull, unë shikoj për pjesën e cilësisë, a është praktike kur ti do të dalësh, për shembull po marr karrocat. A është e lehtë praktike sepse shoh shumë nëna që vuajnë për të ngritur, duan dikë tjetër që t'ju ngrej karrocën dhe nuk e kanë praktike. Kur vi në dyqanin tim nuk ndodh kjo punë. Domethënë në dyqanin tim zgjojnë karroca që janë praktike dhe unë i them do diçka të shtrenjtë, këtë ke të shtrenjtë. Do diçka cilësore, ky është çmimi mesatar, por është më e mira. Do të thënë më praktike, më komode, mos kesh nevojë që të blesh një karrocë të dytë, të tretë për fëmijën, sepse ajo është baza që ti mund ta përdorësh nga 0+ deri në 3 vjeç. Dhe normalisht janë ca gjëra që ty të lehtësojnë punën, do dalësh del për qef, nuk ke ashensor, e zbret kollaj, nuk ke nevojë që të zbresësh një karrocësh, të ngjitesh të marrësh bebin, më thënë aq e lodhshme në dyqanin tonë nuk ndodh. Janë ca produkte që unë sugjeroj aq shumë, kanë aq shumë kohë që shiten dhe kanë cilësinë fantastike. Prandaj dua t'ju them nënave shpeshherë që mos shikoni gjërat më të shtrenjta, sepse keni gjëra ekonomike dhe keni shumë cilësi. Do të thënë praktike, komode, nuk keni nevojë të harxhoni lekë, sepse i keni çdo gjë në një produkt të vetëm. Edhe në paketa, do me thënë që ne bëjmë me krevate karroca, mundohemi të fusim produkte cilësore. Ne kemi brende në dyqan, të cilat kanë linjën më të mirë të bebushave. Nuk kanë vetëm emër, por kanë cilësi. Dhe unë këtu dua të ndalem. Cilësia është ajo që e bën një produkt të dallueshëm nga tjetri. Nuk është vetëm emri, sepse ka shumë firma që mund të investojnë në emër dhe kur vjen puna stepen, sepse normalisht nuk kanë cilësinë. Por ne ofrojmë cilësinë dhe më pas vjen emri një produkti. Kjo besoj se është një gjë shumë e rëndësishme, sepse realisht nënat, duke qenë se shpeshherë në një farë mënyre të qenit shtatzan të vjen dhe surprizë dhe ti nuk vjen me atë informacionin me vete, si të thua që është i duhur për këtë fazë dhe për le të themi një shpenzim në total që është i konsiderueshëm. Pra dhe duke qenë se është edhe një target group që atë nevojën e ka shumë të madhe, se bëhet fjalë për më të mirën e bebushit tënd, ka një treg, pra le të themi mbrapa që në fakt, pavarësisht se shfaqjen e ka të ëmbël në sipërfaqe, por në thellësi është agresiv. Pra ka shumë brande, ka shumë informacion, ka punë shumë të fortë marketingu me influencers dhe nuk e di, kam përshtypjen që edhe këtu ndoshta hasni një farë përplasje në çfarë kuptimi që ndoshta një nën vjen edhe të thotë që unë e kam parë tek filani apo themi në Instagram dhe ti ndërkohë ke nevojë për më shumë energji dhe mund që ti mbushësh mendjen që shikose kjo që the ti që ti mund ta blesh aq, por unë po të them që ke edhe këtë që është më ekonomike, por ama cilësinë në mos jo të barabartë ka dhe më të lartë. Dhe duke qenë se pra nënat janë një target grup i tillë pa shumë informacion, mendoj që informacioni me integritet dhe me sinqeritet është ai që realisht
i nderon dhe do të thosha i qetëson, sepse një grua shtatzan ka nevojë ajo që tham për sa më pak stres edhe sa më shumë qetësi dhe siguri. Sidomos tek produktet e bebit që normalisht hasin vërtet shumë vështirësi, sepse nuk e din se çfarë duhet të kenë, cilat janë gjërat bazë, fëmia rritet, sa duhet të marrin dhe për shembull në dyqanin tim unë përveç paketës së nënës, kemi dhe paketat e bebushave, por kryesisht unë ju sugjeroj produktet bazë, por për pjesën e zgjedhjeve, domethënë ju ofroj disa lloj linjash që ne kemi në dyqan për shembull për pjesën e kozmetikës dhe në nazethin ose më pyesin se cila është ajo që është më e preferuara. Kjo është e rëndësishme për to sepse ato duan të ndihen mirë dhe kanë besim në momentin që vinë tek ty. Për shembull për paketën e bebit ne sugjerojmë dhe gjatë kryesore bazë që duhen në maternitet. Pastaj produktet e tjera që ti do të marrësh veçmas i merr dhe më pas, nuk ka problem, por gjërat kryesore dhe bazë që ti duhet i kesh në atë paketën e bebit. Dhe në momentin që ti shkon në maternitet nuk ndihesh në siklet, nuk ka vështirësi. Por tashmë edhe delivery është bërë që të vjen brenda ditës, vetëm jashtë Tiranës që normalisht funksionon me pjesën e 24-48 orë, por brenda Tiranës vjen brenda ditës, që kështu nënat e Tiranës e kanë shumë të lehtë. Kështu sigur në moment të fundit një ditë parë kur do të fillojnë dhimbjet të kujtohesh ti, e ke paketën gati te dera e shtëpisë. Dhe e vërteta është që këto paketat janë të mrekullueshme mendoj sepse ti ditën më të rëndësishme do të thosh atë jetës tënde, duhet gjithë ajo energjia, nëse ke më energji domethënë, të jetë fokusuar tek gjëja më e rëndësishme e ditës, tek lindja së pari dhe te kontakti me bebushin tënd. Jo, a ke fustanin, a ke recipetat, a ke. Prandaj qëndrojmë te fjala ime që paketa materniteti duhet të bëhet. Është shumë e rëndësishme. Po paketa për babat keni ju? Pyetje interesante kjo. Në fakt kemi. Paketa e baballarëve është që vetëm të kursejnë lekët kesh. Dhe të bëjnë gati për paketën e nënës. Dhe të bëjnë. Çdo gjë është gati, vetëm të kursejnë lekët dhe kur të vi momenti normalisht. Paketa tamam, paketa e babit është pak ujë të ftohtë që të përballoj momentet. Po ato që mbajnë bebet para ose në kuriz që janë kështu. Kangurat ose kangurat është aksesori më i bukur që ne kemi në dyqan, por versioni më i mirë që ne kemi është modeli Kikos, që është fantastike. Domethënë, jo vetëm nëna, po dhe babi mund të shijojë ato shëtitet më të bukura me të voglin ose të voglin e tij. Që kështu ti duhet ta shikosh këtë kangurin. Duhet patjetër, unë ja kangurin do marr të parin një herë që të sistemoj babin, pastaj do merr me vetë dhe me bebin. Po tani me qenë se folëm pak për produkte dhe unë jam kurioze të di në perceptimin tënd me aq vite sa punon, se ke punuar dhe para hënëzës, pra ke një si të thuash eksperiencë të plot për të na thënë 2-3 brande që ti ndoshta i vlerëson dhe arsyet pse në bazë të buxheteve të ndryshme, pastaj ti do na thuash ato brendet janë të ndara. Domethënë brendet kemi pjesën e kozmetikës që është për bebushin, kemi linja që janë specifike për nënën. Kryesisht në dyqanin tim unë kam zgjedhur disa linja që ti kem aty dhe mos t'i ndaj, sepse nënat vinë edhe zgjedhin atë që ato dëshirojnë, por dhe atë që ne ju sugjerojmë. Janë disa linja, nuk është vetëm një që nënat të ndihen konfuze. Në fakt ne kemi brandin, kemi Farmaseptin që është një linjë greke, është cilësi premium. Domethënë, unë e adhuroj për pjesën e produktit që ofron, cilësinë për bebushat, ka një aromë fantastike dhe është një nga linjat më të shitura në dyqanin tim, por kjo është një linjë që fokusohet më shumë te pjesa e bebit, ndërsa për nënën ka këto aksesorët e vegjël si deodorantin për nënën shtatzan ose paslindje, letrat e lagura, larsin tim dhe kremin e gjirit. Kemi pastaj si brand Nuvitën, unë Nuvitën e preferoj shumë sepse ka shumë produkte cilësore. Një ndërto që unë e shes shumë, përveç pajisjeve ngrohtë, sterilizues, domethënë këto pajisjet e mëdha, ka bibirona, po një ndër produkte që unë e shes shumë është bibironi. Domethënë, është antikolik, ka një cilësi fantastike, ajo pjesa kokës së gjirit fiksi e nënës, edhe çdo kliente që vjen, unë ja sugjeroj
pa merak fare dhe i them mirë sepse jam e bindur që fëmia jo do ta pëlqej. Por ka dhe shumë produkte të tjera të kujdesit, për shembull setin për bebin, për pjesën e krerjes së flokëve, thonjve, termometrit, ka shumë produkte të tjera që ndonjëherë duhet t'i shikosh me vëmendje për të zgjedhur produktet e duhura. Dhe Nuvita, për të shtuar diçka, vetë se është cilësore, kam vëri që është shumë aksesueshme dhe nga ana, si të thoshe, buxhetit, apo pra ka një raport cilësi dhe çmim mjaft të mirë. Shumë të mirë, që do të thotë për shembull, çfarë shitet tjetër te kjo Silim, përveç produkteve flas pajisjeve ngrosave, sterilizuesave që nënat nuk i ndajnë, është edhe ka një set me krahër dhe furçe, por atë furçën, domethënë, sidomos fillimet e para që fëmia ka dhe rjebull, sepse është diçka normale. Patjetër. Edhe ka me fije bambuje që sinqerisht ke dhe brende të tjera që mund ta shesin 40.000 lekë një furçe, ajo ka 8.500 lekë, por ka kualitetin fantastik. Dhe çdo nënë që më kërkon një furçe i them mirë, edhe më besoj që do ngelesh super e kënaqur. Do më kujtosh. Por dua të theksoj edhe një gjë që Nuvita, tashmë distributori Nuvitës ka futur dhe linjën e re të Baby Kokole, është një linjë italiane, ndoshta nuk është shumë me emër, por ka një cilësi shumë të mirë. Për nënat që duan thjesht një produkt që ka emër, unë ju sugjeroj që të provojnë dhe këto produkte që ndoshta janë të reja në treg, por kanë cilësinë shumë të mirë sepse fokusi është më i madh. Po t'i provojnë do të dëgjojnë që fëmijët e tyre do ndjehen super dhe lëkura e tyre do jetë fantastike. Unë kam kremin e Baby Kokoles që mora tek ti për strijat e dhe pavarësisht se tani nuk e di sa antistria. Antistria, po, nuk e di sa genetika ime më ndihmon apo jo, pra deri tani unë nuk mund të di, le të themi, atë efektin e kremit, do të duket deri në fund. Megjithatë, ka një ndjesi shumë të mirë dhe ka një aromë fantastik. Dhe e vendos natë për natë, domethënë, dhe kënaqem, shtria pastaj e bëj gjumin top. Në fakt kremi striave është shumë i mirë dhe sidomos nënave, për shembull, siç fola për kremin e gjirit, edhe kremi striave është i nevojshëm pa dal stria. Domethënë, në rast se ti do ta hidratosh lëkurën, ta rigjenerosh dhe ta parandalosh. Momentin që ty të dalin striat, asnjë krem nuk të bën më funksion. Mund të t'i zbardhi pak, por striat nuk të hiqin. Por në rast se ti vendos që të krijosh vetes atë kujdesin maksimal që kur je shtatzan dhe pas lindje, sepse është shumë e nevojshme, edhe kur je me bebin të parku dhe pas lindje, është shumë e nevojshme këto produktet kryesore, të cilat ti përdor dhe ndihesh komode me veten, ndihesh mirë, e kupton sepse është e nevojshme kjo pjesë. Edhe pse nënat janë shtatzane, më beso që kujdesi tyre maksimal për veten është parsore dhe normalisht dhe për bebin gjithashtu. Patjetër, madje si një grua shtatzan, do të thoshe që është jo vetëm parsore, po është edhe duhet jetë më prioritar akoma, sepse duke qenë se ti nuk je, le të themi fizikisht, në atë fazën tënde më optimale, pavarësisht se po ndodh një mrekulli në organizmin tënd dhe absolutisht nuk do doja kurrë të thoshe që nuk je në fazën më optimale, po ti jemi të sinqert fizikisht, rritet barku, ndoshta trupi ka vajze që shëndoshen pak më shumë, pak më pak sipas organizmit dhe ti ke nevojë që të ndihesh pra femër, edhe të kujdesesh për vete dhe si të thuash të kesh atë maksimumin e feminilitetit tënd, dhe këto kremrat e të gjitha këto produktet përveç anës praktike dhe efektit që realisht kanë dhe këtë efektin psikologjik që mendoj se është shumë i rëndësishëm pra. Po, unë mendoj që çdo nënë normalisht pëson ndryshim pas pjesës bebit, normalisht sepse do thot ti porit një krijesë brenda vetes, që kështu është shumë e nevojshme kujdesi parsor për pjesën e shëndetit tënd dhe të bebit gjithashtu. Nuk duhet të kemi fare ndrojtje, edhe pse shëndoshemi, edhe pse mund të marrim kile, nuk ka problem fare. Për mua është e rëndësishme një nën e shëndetshme, një bebi i shëndetshëm, të dalësh mirë nga salla lindjes dhe normalisht bebi të jetë në gjendje shumë të mirë shëndetësore. Kjo është më e nevojshme. Pastaj normalisht kujdesi do duhet. Kujdesi që ti i ofron vetes është për të ndihmuar dhe për të lehtësuar punën pas lindje, sepse çdo gjë kalon pas lindje. Ajo është, se e vërteta është që në një farë mënyrë, ndërkohë që je shtatzan, ke
atë ndjesinë e ëmbël, sido që ti jesh fizikisht, le të themi që mbaret bebin, dhe kam vënë re edhe nga kishat e mia që ca kanë lindur, domethënë kanë beba apo pak më të rritur dhe tani ndajm edhe eksperiencat se vetë unë i pyes për të kuptuar. Ajo faza pas lindjes, pra që s'ke më bebin dhe pastaj fillon e shef trupin me të gjitha këto le të themi pjesë të post lindjes dhe të post shazanis, dhe ndoshta aty është ajo faza më vulnerabël, pra që mirë është të kemi kujdesur, pra të jemi kujdesur më para që efekti të jepet. Pjesa postpartum është më e vështira e një nëne. Do me thënë rase ti mund të kalosh sikletë gjatë shtazanis, vështirësia më e madhe është postpartum, sepse normalisht hormonet do duhet që nëna të marrë vetëm, plus pjesa e njerëzve që të rrethojnë, për shembull, që do fillojnë do të thonë prit ta laj un bebi, ndërkohë ti do duash ta lash vet, ose janë disa gjëra që çdo nën normalisht do që ti kaloj vet, është pak e vështirë, por rikuperohet shumë shpejt dhe të mbajturin bebin në krah harron çdo gjë. Harron gjithë vujtjen që ke kalu gjatë shtazanis, pas lindje, dhe vetëm kur ke bebin në krah, super. Mezi presim për këtë moment. Po, duke qenë se ti vet je e vogël. Nuk e di nëse zonjushat pyeten për moshën apo jo, nëse ti më lë, patjetër. Unë jam vetëm 23 vjeçe. Kështu që duke ditur aq shumë, duke punuar me mama, me bebusha, me ti po vëre që ke më shumë informacion se unë. Ndërkohë që unë jam pra në pritje dhe madje unë vi dhe këshillojmë tek ti shpesh, vi pija të kafe dhe të pyes për të gjitha gjërat, tani Olda të lutem, po këtë si ta marr, këtë si ta. Kjo çfarë impakti të lë ty zonjush, pra të jep atë baby feverin, apo thua prit një herë se pas ka goxha gjëra, kështu që më mirë ndihmojmë një herë mamat e tjera dhe unë jam mamë hënëzës për momentin. Unë mund të jem dhe mamë hënëzës dhe mamë bebi. Kështu që kush është? Do me thënë, është ideja që fëmia nuk është asnjëherë pengesë për të qenë pranë biznesit tënd, për të ndihmuar të tjerët, mundësisht është eksperiencë edhe më e madhe për një femër. Nuk jam kur kundra për të pasur fëmijë dhe jo vetëm një, po 4. Kështu që zotrim Bogati këtë kamera. Nuk e di nëse e ka këtë informacione, po ja deklarojmë tani në puntat. E ka deri diku. Mirë. Unë jam e bindur që duke qenë se ti jashtë përgatitur dhe ai pjesërisht është shumë i qetë, të paktën që ti je gati për të përballuar çdo gjë. Ne njëherë që produktet një herë i keni. Po, gjitha. Kështu që perfekt fare. Po çfarë këshille si të thuash, ose më sakt, pyetja është cili mendon se është ai gabimi më i madh, pavarësisht se ne cekëm disa prej gabimeve të vogla, le të themi, që bëjnë mamat nga padia, më tepër mungesë informacionit, dhe çfarë këshille do të jepje ti pra mamave? Së pari, në fakt, dua t'ju them që mos dëgjoni çfarë thot një mami tjetër, ose një nën shtatzane tjetër, ose dikush tjetër. Asnjë nën nuk është e njëjtë me tjetrën dhe normalisht çdo nën ka shtatzaninë e saj. Dikush mund ta ketë shumë të mbarë, dikush mund të ketë problematika të vogla. Nuk duhet të dëgjuar shumë kjo pjesa se çfarë thon të tjerët, sepse mi ngarkohesh. Tjetra, normalisht edhe për pjesën e materniteteve tani ka raste që ne ndajmë eksperjenca me njëra tjetrën dhe për shembull kam shumë klientë që ndoshta kalojnë dhe gjendje psikologjike për faktin që mund t'ju thonë që shiko se ti nuk e ri dot fëmin tënd se ke këtë problem. Jo. Ne duhet të jemi të shëndetshme, si fizikisht, si mendërisht. Pra, të ecim dhe të jemi parsorë për veten tonë. Kjo është gjëja e parë. E dyta, të zgjidhin gjërat cilësore dhe jo vetëm produkte me emër. Pra që kanë një emër dhe janë të mira. Keni edhe produkte që ndoshta nuk i keni shumë të reklamuara nga influencere, apo nuk kanë shumë reklam, ama kanë kualitetin shumë të mirë. Për shembull, në dyqan ne kemi dhe linjën e Abenës ose Bambos, që është e bebit, ose Abena që është e nënës dhe ka cilësinë shumë të mirë. Kemi pastaj pjesën e gamës tjetër që është Suavinixi, që i ka të gjitha produktet që i duhen
bebit, ndërsa për nënën dalet pak tek këto kremistrijave, tamponat e gjirit, të këto gjërat aksesorët e nevojshëm që mund të përdoren para për shembull shtazanies ose pas lindje, që janë shumë të nevojshme. Pastaj dhe brend tjetër që ndoshta 2 brende që unë i kam në dyqan dhe kush më pyet them nuk ka më të mira se këto, është Abena dhe Lansino për sa i përket një produkti të mirë për një nën shtatzane. Sa për babyn keni plot linja, mund të gjeni të gjitha dhe i gjeni të dyqani jon, por që kryesisht to që preferohen më shumë dhe shiten më shumë, normalisht që ne bëjmë dhe sugjerimet tona. Sepse jo gjithë fëmijët janë injita lëkurë. Ke fëmijë që mund të jenë me lëkurë të ndjeshme, atopike dhe nuk mund të jenë një lloj që nuk mund të përdorin të njëjtën shampo për shembull, siç përdorin fëmijët e tjerë me lëkurë normale. Domethënë janë disa kategori që ne i kemi të ndara dhe normalisht që ju japim dhe informacion kur vinë dhe më thonë që shiko kam të problematik dhe unë i them që shiko kjo është për atë lloj pune. Kjo të bën punë. E kupton? Por në fillim janë gjatë kryesore që normalisht gjitha nënat marrin pak a shumë të njëjtën paketë. Pra me pak fjalë duke e përmbledhur, këshilla ndahet në 2 pjesë, anën psikologjike, pra që të jemi mirë fizikisht patjetër dhe psikologjikisht shumë e rëndësishme, dhe e dyta duhet të jemi shumë të qeta dhe dhe e dyta ana praktike të bëjmë një research shumë të mirë para se të shpenzojmë ato lekët tona, të dimë se çfarë blem dhe të jemi konsumatore konsciente, të mos bijem preh në një farë mënyre e këtij tregu që është aq i gjerë dhe të çakordon dhe të përzgjedhim atë që jo domosdoshmërisht është më e famshmja, por është më shtrenjtë, por më cilësore dhe më e mira për ne dhe për të parë produktet në aspektin tjetër. Flas për pjesën e produkteve që nënës i duhen nga 0 deri në 4 vjeç, për shembull krevati karroca ose karroca që është shumë e nevojshme. Unë jam pro një karroce të mirë, një karroce funksionale të lehtë praktike, jo një karroce që thjesht është e bukur, ka detaje goldi e këto, por që kalon 6 muaj dhe ti nuk ndihesh komode, edhe preferon më mirë të marrësh një karrocë travel, ato që bën sa një valizhe dhe e merr me vete në avion, udhton kudo, kur mund të zgjedhësh një karrocë cilësore që në fillim ekonomike, por cilësi të mirë. Dhe kjo është një këshill shumë e nevojshme për të gjitha nënat. Super, faleminderit shumë. Në fakt unë për ta përmbledhur, më saktë për ta mbyllur këtë pjesën e produkteve, duke qenë se kjo është dhe kurioziteti im, sa u përket krevateve doja ta bëja një pyetje. Kemi vënë që ka krevate me lëkundje, ka krevate me sirtare, pastaj goxha përdorin këto krevate që kanë korniza të thjeshta, pra unë nuk e di si quhen. Dhe është një pikpyetje që kush është krevati përshtatshëm për bebushat? Për të qenë realiste në punën time, ka shumë krevate, në dyqanin tonë keni plot krevate të thjeshtë me tundet, bravo, që janë next-to-me të vegjël. Por zakonisht nënat next-to-me të vegjël i marrin nënat që normalisht nuk kanë hapësirë, kanë një vend shumë të kufitzuar që normalisht do të duhet se s'bën që të marrin diçka të vogël. Por është shpenzim, që do të thotë, unë do isha pro një produkti 0-4 vjeç, 0-5 vjeç. Sepse krevati babit cilësinë më të mirë e ka e para dyshekun. Ne nuk kemi, ky krevat është më i shtrenjtë, ky është më ekonomik, ky e ka cilësinë e dyshekut më të mirë, ky nuk e ka. Ne kemi një cilësi. Dallimi është materiali i krevatit, por pastaj dhe normalisht firmat, brendet, siç e theksuam dhe pak më para. Çfarë do sugjeroja? Një krevat me tundi duhet. Duhet sepse fëmia ka dhimbje barku, ka siklete, fillojnë dalin kicat. Kjo ka temperaturë, ndoshta fillimet e para ka nevojë për tundje, sepse ne e dim tashmë që të gjithë kemi pak qejf që ti marrim dorë, ti tundim. Si fillimi normalisht të gjithë njerëzit e kanë, se është beb. Është si instinkt tundja, më duket mua që sa më bebin do pak me tundje. Por duke pasur një krevat pa tundje, nënat vuajnë dhe i bjeshët i tundin gjithkohës në krah. Një krevat ekonomik i mirë të ketë cilësinë dhe të ketë tundjen, por përveç tundjes ti do ta bësh statike, për shembull fëmia e ke mësuar pa tundje, e bën statik, të ketë sirtar. Sirtarët janë shumë të nevojshëm. Ndoshta nëna thon, jo po nuk e dua se jo, në momentin që ti zgjohesh natën, je përgjumur, ke një nap, ke një çorape, ke një letër lagur, një pelen, ti e ndron fëmin tënd dhe të duhen janë aksesor që ti çohesh dhe i merr. Për shembull, nëse ti do ta bashkosh pjesa e drasës së përparme, që ato kanë një hiqet ose i ulet që të bashkohet. Ndoshta këshill që un kam për nënat është se unë nuk është se jam shumë pro bashkimit të krevatit të bebit me të nënës.
ndoshta kam dëgjuar disa raste, por jo vetëm për këtë pjesën. Nuk jam pro sepse ti e përgjumur dhe natën mund ta marrësh fëmin në gjumë dhe nuk e kupton që ai është shumë i vogël, pa dashje kur ta ushqesh me gji, mund ta dëmtosh, mund ta vrasësh. Dhe do isha shumë pro që më mirë një nën që të jetë pak më vigjilente pas gjumit, është një nën që çohet në këmbë dhe e merr fëmin nga krevati vetë dhe ushqen. Është pak më kalon ajo përgjumje, ndërsa kur ti e ke të bashkuar nuk është se arrin që edhe ti kupton ndonjëherë, sepse gjurmi dhe mund të jetë i rëndë, sidomos fillimet e para që fëmijët janë pak të lodhshëm, pak si shumë, se pa gjumë. Normalisht nëna pa gjumë, ditën do merret me punët e shtëpisë, jo bebi, jo njerëzit. Normalisht që do duhet pak ajo qetësia që i ofron vetes. Prandaj kjo do ishte një këshill që ndoshta do t'i ndihmonte shumë nëna. I gjithë informacioni që ne ke ofruar sot është një këshill shumë e gjatë për nëna dhe jam e sigurt çdo nënë që do ta shohë këtë puntat do të përfitoj shumë, se realisht janë pikpyetje të shumta dhe informacioni shumë i vyer në këtë fazë. Duke përmbledhur pak këtë bisedën tonë shumë të këndshme, unë do të pyesja kush është hapi radhës i hënëzës, ose më saktë le të mos e mbajmë shumë të ngurtë, po ta çlirojmë pak ai vizioni, vazhdimësia që do kishe qef ti ta shije këtë bebushin tënd duke u rritur. Hapi parë është që hënza po zgjerohet, pra ne po hapim hënza Baby Store 2-shin. Nuk është se ja kam dyshuar emrin, sepse dua që hënza të ketë një emër, të ketë 2-3 pika, ama nënat mund të gjejnë çdo produkt të nevojshëm, cilësi, shërbim, siç deri tani e kanë gjetur. Normalisht bebushi im jam e bindur që do rritet në një botë shumë të bukur, jo vetëm në këtë botën e të plotësuarit të gjitha dëshirat, por në botën për të kuptuar se sa e bukur është që ti të ndihmosh një nën, ta kesh aty pranë fëmijën tënd, duke e mësuar që të vogël me disa kushte që normalisht kur të rritet jetë edhe më i denjë për vete. Patjetër. Po për te nënave le të themi, sepse ti je Beolda e hënëzës, edhe tham Beolda që mos harrojmë që ka hapur një biznes në moshën 20 vjeçare, mori guximin dhe një informacion që është po aq i rëndësishëm për këtë historinë tënde, që ti sapo ke përfunduar, mos gabofsh edhe masterin në juridik, pra nuk është vetëm mami Beolda i hënëzës, po është edhe Beolda avokate në të ardhmen. Tani ardhmja asnjëherë nuk e diet. Unë të uroj që të shpaloset shumë bukur, po pikpyetja ime është kjo, që çfarë do jo këshilloje, po këshilloje ose do ju uroje, le të themi me shpirt, vajzave si ti, ndoshta dhe që kanë ëndra në moshë më të vogël, më të rritur, s'ka shumë rëndësi, po besoj ajo ëndra kur është, pra çfarë këshilla do jepje ti që të realizohet, le të themi? Ndishini ëndrat, mos u stepni, e di që ndoshta është shumë e nevojshme një përkrahje ngrohtë, që normalisht e gjen tek familjarët e tu. Pra se nuk je fejuar e martuar, e gjen te mamit e babit. Patjetër, nuk diskutoj. Se të gjithë familjarët normalisht bëjnë çmos për që fëmijën ta shohin sa më lart. Por unë do ju sugjeroj edhe diçka, bëni atë që ju ndjeni mirë dhe atë që keni qef, mos shikoni vetëm anën financiare. Sepse vjen një moment që ti shpërblehesh. Për shembull, unë e shoh të vetja, unë shpërblehem për punën time. Nuk e bëj vetëm për lek, por e bëj sepse është pasioni imi. Prandaj shumicën e rasteve do t'ju thoja që bëni atë që ju ndiheni mirë, që e ndjeni vetveten, plus që e keni pasion, mos e bëni diçka me zor kur ti nuk e arrin dot. Diçka që ti ndjesh mirë, sepse do arrish diku, do jesh aftë për veten tënde, për familjarët, pse jo dhe për bashortin, pastaj sepse patjetër, familja është skuadra jonë më e rëndësishme. Dhe absolutisht jam shumë dakord me ty në këtë pikë, dhe mendoj që në momentin që ti bën gjëra që të mbushin shpirtin dhe të kënaqin, ana monetare është një rrjedhoj që vjen dhe asnjëherë qëllimi në vetvete. Duke qenë se qëllimi mbetet ajo ana shpirtërore, dhe besoj në momenti që këtë e ndan edhe me njerëz të tjerë, kushdo qoftë ai klienti jot, është një gjë shumë e bukur, sepse mendoj që kjo është gjë më e vlefshme, kur ti i bën mirë vetes, por duke u bërë mirë të tjerëve. Kështu që shpërblet çdo gjë. Të uroj, ishte kënaqësi.
Është gjithmonë kënaqësi për mua që diskutojmë bashkë dhe marr për vetë informacion, por edhe shoh tek ti, se mos harrojmë që kemi një diferencë moshe, kështu që unë kënaqem, domethënë që herën e parë të thash që kam parë një vajzë të re që ka këtë shkëlqimin dhe syt kur flet për biznesin e saj, për produktet, për klientët, edhe të uroj që ta mbartësh gjithë jetën. Të uroj gjithashtu dhe familjarisht, siç tham, më të mirat, kështu që 4 tham. Në jeni gati, se ishte mesazh ky. Edhe shumë urime, unë do jem prezente patjetër te hapja e Hënëza Baby Store. Me shumë kënaqësi, sepse kam ty dhe Hënëza Baby Store shumë për zemër, kështu që ishte kënaqësi. Të uroj më të mirat. Shumë për ftesën, ishte një nga momentet më të bukura që unë ndihem super me ty, edhe një këshill që normalisht do ju nevojitet të gjitha mamave të Hënëzës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe si që do tradita, le ta mbyllim këtë puntat këtu në Albanian Podcast, si gjithmonë, me një këngë parodi, pakës humor, si që na ka hije, të këngës I Will Survive, që lidhet me këtë temën tonë, me mamat dhe listat shumë të gjata të produkteve, dhe sigurisht me buxheti që duhet për t'i blerë gjithë këto produktet. Ja të dëgjojmë. Në fillim se dija se që më priste, tha se do jetë let kjo pun, një bebi vogël është. Mora karot, pelena plot, e mora dhe një biberon, por nuk mjafton. Lista e gjatë jo nuk varon, më than po pomp. U thash çfarë pompe? Më than një pomp që të pomposh dhe një sterilizues të mi, madje dhe ngros biberon, se të ftot qumshti nuk ta pi. Dhe mos haro do vua shkot pa një astok për shtazani, lista vazhdon dhe nuk mbaron. Kreva të mirë se s'bën, me 2 shek ortopedik dhe një karoc me seggiolino për makin, govat për dushin, monitor. Do ta mbushësh plot shtopin, o kokadall, si do t'ja dal? Që nga gjithë ky investim, dash ka gjithë të kapital, valigjen për maternitet, ku do t'i gjejmë gjithë këto lek? Boboç na pret. Po lëre se ka kismetin e vet. O vaj